Pas më shumë se 24 orë kërkimesh, trupi i pajeti 75 vjeçares Flora Hoxha u gjet në fshatin Progrër, rreth 1 kilometër në anën perëndimore të Projit të fshatit. Gruaja, e cila vuante nga demenca dhe jetonte me bashkëshortin, dyshohet se u mbyt aksidentalisht nga rrjedha ujit që kishte përmbytur zonën. Situata në Progrër ka nisur të normalizohet pasi uji është tërhequr, por dëmet në gjithë qarkun janë të konsiderueshme. Janë dëmtuar 15 ura fshatrash, duke izoluar disa komunitete, ndërsa inertet në rrugë kanë vështirësuar qarkullimin në disa akse. Në bashkinë e Pogradecit janë prekur mbi 50 banesa, ndërsa në Maliq mbi 300 hektar tokë janë në ujë. Autoritetet vendase bëjnë me dije se shkak i përmbytjeve ishte rritja e prurjeve dhe çarja e argjinaturës në Lumej, Devol dhe Dunavec, për të cilat po punohet për riparimin. Tërhiqja e ujit dhe ulja e nivelit ka kaluar rrezikun për përmbytje të tjera, megjithatë mbi 700 familje në qark përballen me mungesë të energjisë elektrike dhe pasojat të situatës mbeten të ndjeshme. Autoritetet po vijojnë monitorimin e zonave të prekura dhe punimet për rivendosjen e infrastrukturës së dëmtuar.